Nëse je ndjerë ndonjëherë e frustruar sepse duhej të shpjegoje vazhdimisht pse meriton respekt, nëse je lodhur duke justifikuar kufit e tu pa pushim, nëse dëshiron të zhvillosh atë aurë magnetike që u tregon automatikisht të tjerëve si duhet të trajtojnë, atëherë ky video do të tregoj teknikën më të fuqishme, respektin përmes sjelljes së heshtur. Do të tregoj saktësisht si mund ta aplikosh këtë teknikë në mënyrë që të vendosësh kufi kaq të qartë sa të tjerët t'i njohin instinktivisht, si ta komunikosh vlerën tënde pa qenë nevoja ta shpjegosh, dhe si të krijosh një dinamik ku të tjerët përshtaten natyrshëm me nivelin tënd pa qenë nevoja të thuash apo të kërkosh asgjë. E di pse vendosja e kufive pa fjalë është kaq jashtëzakonisht efektive? Sepse kur i tregon kufit e tu me veprime e jo me fjalë, ua heq të tjerëve mundësinë të diskutojnë, t'i vënë në dyshim ose të bindin se po e tepron. Veprimet janë të padiskutueshme. Kur njerëzit kuptojnë se një sjellje e caktuar ka pasoja reale, ata ndryshojnë automatikisht. Shumica e grave nuk e kuptojnë sa shumë fuqi qëndron në komunikimin e tyre jo verbal. Ato harxojnë energji duke shpjeguar pse meritojnë respekt, pse një sjellje është e papranueshme ose pse duan të trajtohen ndryshe, dhe kështu dërgojnë pa dashur sinjalin se kufit e tyre janë të negociueshëm, por nuk duhet të jenë. Prandaj është e rëndësishme të kuptosh, kjo teknik nuk ka lidhje me ftohtësinë, ashpërsinë apo manipulimin. Ka të bëjë me zhvillimin e një pranie kaq të fortë dhe të sigurt, sa që të gjithë e ndjejnë menjëherë çfarë është e pranueshme pranë teje dhe çfarë nuk është, pa qenë nevoja të shpjegosh vazhdimisht. Para se të tregoj këtë metodë revolucionare që mund të ndryshojë gjithë jetën tënde në marrëdhënie, dua të kërkoj diçka. Abonohu tani në kanal, aktivizo kampanën, lër një pëlqim dhe shpërndaje këtë video me një majk që gjithashtu duhet të mësoj se prania e saj mund të jetë më e fuqishme se çdo fjalë e thënë. Dua që më shumë gra të kuptojnë se tashmë kanë mjete natyrale me të cilat mund të krijojnë respekt pa qenë nevoja ta kërkojnë ndonjëherë. Ajo që ndaj sot me ty nuk është një ide e rastësishme dhe as një këshill nga ndonjë udhëzues. Është rezultat i viteve të vëzhgimit i grave që rrezatojnë respekt pa përpjekje dhe i atyre që duhet të luftojnë vazhdimisht për t'u marrë seriozisht. Kam zbuluar cilat elemente jo verbale krijojnë kufi të qartë dhe të padiskutueshëm dhe mund të them me siguri, kjo metodë funksionon, sepse ajo bazohet në parime psikologjike themelore mbi mënyrën se si njerëzit perceptojnë fuqinë, respektin dhe kufin. Nuk varet as nga personaliteti yt, as nga mosha apo statusi yt, por vetëm nga sa në mënyrë të qëndrueshme dhe të qartë tregon kush je dhe çfarë toleron. Kur ta kesh zotëruar teknikën e respektit të heshtur, do të vëresh menjëherë ndryshime jo vetëm në marrëdhëniet romantike, por edhe në punë, në familje, në rrethin e miqve, kudo që dëshiron që të tjerët të njohin dhe të respektojnë kufit e tu. Kjo teknik bazohet në atë që unë e quaj 5 shtyllat e pranisë së palëkundur. Janë 5 elemente që kur i zbaton në mënyrë të qëndrueshme, krijojnë një fushë energjie aq të qartë sa të tjerët automatikisht përshtaten me standardet e tua. Shtylla e parë është qëndrueshmëri pa dramë. Kjo do të thotë, kur dikush kalon kufirin tënd, menjëherë pason një pasojë natyrale, pa shpjegime, pa diskutime, pa emocione. Thjesht vepron në një mënyrë që e bën të qartë, ky sjellje ka çmimin e vet. Nëse dikush vonohet vazhdimisht, nuk i mban leksion mbi përpikmërinë. Thjesht largohesh pasi ke pritur mjaftueshëm, pa diskutime, pa dramë, pa shans të dytë. Nëse dikush të flet pa respekt, nuk debaton mbi tonin e tij. Thjesht e përfundon bisedën, ngrihesh dhe largohesh, mbyll telefonin ose nuk përgjigjesh më. Pa shpjegime, pa kërcënime, pa skena emocionale. Kjo qetësi e qëndrueshme është jashtëzakonisht e fuqishme sepse tregon pa mëdyshje, kufit e tu nuk janë të negociueshëm. Kushdo që sillet pa respekt, automatikisht humbet qasjen tek ti. Kështu tregon se e çmon dinjitetin tënd aq shumë sa je e gatshme të largohesh nga çdo situatë që e shpërfill atë. Shtylla e dytë është disponueshmëri selektive.
Kjo do të thotë se nuk je njësoj e disponueshme për të gjithë dhe në çdo kohë. Koha, energjia dhe vëmendja jote janë burime të çmuara që i jep me vetdije në përpjestim me respektin që të tjerët tregojnë ndaj teje. Njerëzit që të vlerësojnë dhe respektojnë kufijt e tu marrin më shumë qasje. Ata që i shkelin më pak. Kjo nuk është hakmarrje, por ndërsjellësi natyrale. Nëse dikush anulon vazhdimisht planet në momentin e fundit, herën tjetër thjesht do të kesh angazhime të tjera. Nëse dikush të kontakton vetëm kur ka nevojë për diçka, këtë herë thjesht nuk je menjëherë e disponueshme. Disponueshmëria selektive përcjell mesazhin, koha dhe energjia jote janë të çmuara. Ato nuk janë automatike, duhet të fitohen përmes respektit. Kjo automatikisht të pozicionon si një grua me vlerë të lartë, si dikush vëmendja e së cilës është një privilegj, jo një e drejtë. Nëse ndonjëherë je ndjer e frustruar sepse gjithmonë duhet të shpjegoje pse meriton respekt, nëse je lodhur duke justifikuar vazhdimisht kufijt e tu, nëse dëshiron të zhvillosh atë aurë magnetike që automatikisht u tregon të tjerëve si duhet të sillen me ty, atëherë ky video do të tregoj teknikën më të fuqishme, respekti përmes sjelljes së qetë. Do të tregoj saktësisht se si ta aplikosh këtë teknikë në mënyrë që të vendosësh kufi aq të qartë sa që të tjerët t'i njohin instinktivisht, si të komunikosh vlerën tënde pa qenë nevoja ta shpjegosh, dhe si të krijosh një dinamik në të cilën të tjerët përshtaten natyrshëm me nivelin tënd pa qenë nevoja të thuash apo të kërkosh gjë. E di pse vendosja e kufive pa fjalë është kaq jashtëzakonisht efektive? Sepse kur i tregon kufijt e tu përmes veprimeve dhe jo përmes fjalëve, ja heq tjetrit mundësinë për t'i diskutuar, për t'i vënë në dyshim ose për të bindur se po e egzagjeron. Veprimet janë të padiskutueshme. Kur njerëzit kuptojnë se një sjellje e caktuar ka pasoja reale, ata ndryshojnë automatikisht. Shumica e grave nuk e kuptojnë sa shumë fuqi fshihet në komunikimin e tyre jo verbal. Ato harxojnë energji duke shpjeguar pse meritojnë respekt, pse një sjellje është e papranueshme ose pse duan të trajtohen ndryshe, dhe kështu dërgojnë pa vetdije sinjalin se kufijt e tyre janë të negociueshëm, por nuk duhet të jenë. Prandaj është e rëndësishme të kuptosh, kjo teknik nuk ka të bëjë me ftohtësi, ashpërsi apo manipulim. Ka të bëjë me zhvillimin e një pranie aq të fortë dhe të sigurt, saqë secili ndjen menjëherë çfarë është e pranueshme pranë teje dhe çfarë jo, pa qenë nevoja të shpjegosh vazhdimisht. Para se të tregoj këtë metodë revolucionare që mund të ndryshojë tërësisht jetën tënde në marrëdhënie, dua të kërkoj diçka. Abonohu tani në kanal, aktivizo zile, lër një pëlqim dhe shpërndaje këtë video me një shoqe që gjithashtu duhet të mësoj se prania e saj mund të jetë më e fuqishme se çdo fjalë e thënë. Dua që më shumë gra të kuptojnë se ato tashmë kanë mjete natyrore me të cilat mund të krijojnë respekt pa qenë nevoja ta kërkojnë ndonjëherë. Ajo që po ndaj sot me ty nuk është një ide rastësore dhe asnjë këshill nga një udhëzues. Është rezultati i viteve të vëzhgimit i grave që rrezatojnë respekt pa mund dhe i atyre që duhet të luftojnë vazhdimisht për t'u marrë seriozisht. Kam zbuluar cilat elemente jo verbale krijojnë kufi të qartë dhe të padiskutueshëm dhe mund të them me siguri, kjo metodë funksionon, sepse bazohet në parime themelore psikologjike mbi mënyrën se si njerëzit perceptojnë fuqinë, respektin dhe kufi. Nuk varet nga personaliteti yt, mosha apo statusi, por vetëm nga sa konsistent dhe i qartë tregon se kush je dhe çfarë toleron. Kur të zotërosh teknikën e respektit të qetë, do të vëresh menjëherë ndryshime jo vetëm në marrëdhëniet romantike, por edhe në punë, në familje, në rrethin e miqve, kudo që dëshiron që të tjerët të njohin dhe respektojnë kufijt e tu. Kjo teknik bazohet në atë që unë e quaj 5 shtyllat e pranisë së palëkundur. Janë 5 elemente që kur i zbaton në mënyrë të qëndrueshme krijojnë një fushë energjie aq të qartë, saqë të tjerët automatikisht përshtaten me standardet e tua. Shtylla e parë është qëndrueshmëri pa dramë. Kjo do të thotë, kur dikush e kalon kufirin tënd, menjëherë ndjek një pasojë natyrore pa shpjegime, pa diskutime, pa emocione.
Vepron thjesht në një mënyrë që e bën të qartë, kjo sjellje ka një çmim. Nëse dikush vonohet vazhdimisht nuk i mban leksione mbi përpikmërinë, thjesht largohesh pasi ke pritur mjaftueshëm. Asnjë diskutim, asnjë dram, asnjë shans i dytë. Nëse dikush të flet pa respekt nuk diskuton për tonin e tij. Thjesht e përfundon bisedën, ngrihesh dhe largohesh, mbyll telefonin ose nuk përgjigjesh më. Pa shpjegime, pa kërcënime, pa skena emocionale. Kjo qetësi e qëndrueshme është jashtëzakonisht e fuqishme sepse tregon qartë, kufit e tu nuk janë të negociueshëm. Kushdo që sillet pa respekt humbet automatikisht qasjen te ti. Kështu tregon se e vlerëson dinjitetin tënd aq shumë sa je e gatshme të largohesh nga çdo situatë që e shpërfill atë. Shtylla e dytë është disponueshmëria selektive. Kjo do të thotë se nuk je njësoj e disponueshme për të gjithë dhe në çdo kohë. Koha, energjia dhe vëmendja jote janë burime të vlefshme që i jep me vetdije në masën që të tjerët të respektojnë. Njerëzit që të vlerësojnë dhe respektojnë kufit e tu marrin më shumë qasje. Ata që i shkelin më pak. Kjo nuk është hakmarrje, por reciprocitet natyral. Nëse dikush anulon gjithmonë planet në momentin e fundit, herën tjetër thjesht ke angazhime të tjera. Nëse dikush të kontakton vetëm kur ka nevojë për diçka, këtë herë thjesht nuk je menjëherë e arritshme. Disponueshmëria selektive përcjell këtë. Koha dhe energjia jote janë të çmuara. Ato nuk janë automatike, ato duhet të fitohen përmes respektit. Kjo automatikisht të pozicionon si një grua me vlerë të lartë si dik vëmendja e së cilës është privilegj, jo e drejtë. Strategjia e dytë është të kuptosh se njerëzit shpesh nuk do t'i pranojnë kufit e tu në fillim. Kur fillon të aplikosh këtë teknikë, disa madje mund të forcojnë sjelljen e tyre të keqe për të testuar nëse me të vërtetë qëndroni palëkundur. Ky forcim është shenjë që teknika funksionon, jo arsye për ta braktisur atë. Strategjia e tretë është të ndërtosh një mjedis mbështetës me njerëz që tashmë të respektojnë. Kur rrethohesh me marrëdhënie të shëndetshme, kur respekti i ndërsjell është diçka e vetkuptueshme, bëhet më e lehtë për ty të mbash kufit ndaj atyre që nuk mund të arrijnë këtë standard. Strategjia e katërt është të jesh i vetëdijshëm se koha dhe energjia jote janë burime të kufizuara. Çdo minutë që kalon me njerëz që të trajtojnë keq është një minutë më pak në të cilën mund të shijosh marrëdhënie të shëndetshme dhe të përmbushura. Dhe strategjia e pestë është të kuptosh se të mësosh të tjerëve se si duhet të trajtojnë është një dhuratë për ty dhe për ta. Njerëzit që mësojnë të trajtojnë me respekt zhvillojnë aftësi që përmirësojnë të gjitha marrëdhëniet e tyre. Dua gjithashtu të tregoj se si ta njohësh që teknika e respektit të qetë funksionon. Do të vëresh se njerëzit bëhen më të kujdesshëm në mënyrën se si të flasin, se mendojnë 2 herë përpara se të anulojnë planet dhe se kërkojnë falje më shpejt kur bëjnë gabime. Do të vëresh gjithashtu se disa njerëz largohen prej teje dhe kjo është një shenjë e mirë. Tregon që teknika funksionon në mënyrë të përsosur. Njerëzit që nuk mund ose nuk duan të respektojnë e ndjejnë praninë tënde të pakëndshme, sepse nuk mund të sillen më neglizhent ndaj teje. Dhe në fund do të vëresh një ndryshim të thellë brenda vetes. Do të ndihesh më i sigurt, më i qetë dhe më i fortë. Nuk do të harxhosh më energji për të bindur të tjerët për vlerën tënde, sepse do ta jetosh atë aq në mënyrë konsekuente, saqë nuk mund të vihet më në dyshim. Mos e shih pra këtë teknikë si një mënyrë për t'u distancuar nga njerëzit, por si një rrugë për të ngritur cilësinë e të gjitha marrëdhënieve të tua në një nivel më të lartë. Kur ke kufi të qartë dhe i respekton ata në mënyrë të qëndrueshme, automatikisht tërheq në jetën tënde vetëm njerëz që mund t'i respektojnë këta kufi. Është gjithashtu e rëndësishme të kuptosh se kjo teknikë kërkon ushtrim dhe durim. Në fillim mund të ndihet e çuditshme, sidomos nëse je mësuar të shpjegosh, të justifikosh ose të tolerosh sjellje të keqe. Por me kalimin e kohës do të bëhet mënyra jote natyrale e ndërtimit të marrëdhënieve. Kam një ushtrim konkret për ty këtë javë. Identifiko një situatë në jetën tënde ku dikush kalon vazhdimisht një nga kufit e tu.
Mund të jetë diçka e vogël, si vonesa, ose diçka më serioze, si të flas me mungesë respekti ndaj teje. Në vend që të shpjegosh përsëri pse kjo sjellje është e papranueshme, vendos paraprakisht se cilin pasojë natyrale do të zbatosh herën tjetër kur të ndodhë. Dhe kur të ndodhë, zbatoje këtë pasojë menjëherë pa diskutim, pa shpjegim, pa dramë. Vëzhgo se si ndihesh duke reaguar me veprime në vend të fjalëve. Kushto vëmendje se si ndryshon dinamika kur nuk ka më asgjë për të diskutuar, kur pasoja është thjesht rezultati natyral i sjelljes së personit tjetër. Sepse këtu qëndron e vërteta që duhet ta mbash në zemër. Prania jote, koha jote dhe energjia jote janë dhurata të çmuara që nuk ke pse t'i shpërdorosh me njerëz që nuk i vlerësojnë. Kur jeton sipas kësaj të vërtete, kur e shpreh atë përmes sjelljes konsekuente në vend të fjalëve, bëhesh automatikisht dikush që rrezaton respekt. Për ty që ke arritur në fund të këtij videoje, abonohu në kanal, aktivizo zile dhe më jep një pëlqim. Shkruaj në komente cili nga 5 shtyllat e pranisë së palëkundur është më i vështirë për t'u zbatuar për ty ose nëse tashmë ke përjetuar fuqinë e vendosjes së kufive përmes veprimeve. Dhe ndaj këtë video me një like që gjithashtu duhet të mësoj se prania e saj mund të përcjellë kufi shumë më efektivisht se sa çdo shpjegim.